Vizioni jonë për Tetovën është që të bëjmë një komunë të dekriminalizuar, me zero korupcion, të kemi një qytet të pastër, të kemi një qytet të gjelbëruar, që në muajin e parë ne do të themelojmë një ndërmarrje publike e cila do të quhet Rrugët e Tetovës. Faleminderit së pari për ftesën për debat. Pra programi jonë zgjedhor është përpiluar së bashku me qytetarët e Tetovës, ne kemi vizituar çdo lagje, çdo vend banim, kemi skanuar çdo problem që aktualisht është në Tetovë, është përpiluar së bashku me ekspert, me profesionistë të lëmive të ndryshme, dhe ky program është shumë koncis, shumë konkret, me vizion shumë të qartë për zhvillimin urban, për infrastrukturën, për ekonominë e Tetovës, për arsimin, kulturën, sportin dhe sidomos për zhvillimin e turizmit në Tetovën tonë. Ai përmban 3 shtyllat kryesore: e para është planifikimi urbanistik dhe infrastruktura, e dyta është zhvillimi ekonomik dhe edukimi, dhe e treta është një administratë efikase, digjitale dhe tërësisht transparente në funksion të qytetarëve të komunës së Tetovës. Shkurtimisht thënë, vizioni jonë për Tetovën është që të bëjmë një komunë të dekriminalizuar, me zero korupcion, e cila do jetë komunë shërbetor i qytetarëve të Tetovës. Vizioni jonë pra është të kemi një qytet të pastër, të kemi një qytet të gjelbëruar, me shumë terene sportive dhe për rekreacion, me shërbime efikase ndaj qytetarëve dhe investitorëve, me një turizëm të zhvilluar, siç e përmendëm më lart, dhe me të rinj që perspektiven e tyre do ta shohin në Tetovë dhe jo në migrim. Që në muajin e parë ne do të themelojmë një ndërmarrje publike e cila do të quhet Rrugët e Tetovës, e cila do ketë disa ingerenca. Kjo ndërmarrje do pajiset me njerëz, me makineri të nevojshme, me staf të nevojshëm, e cila do ndërtoj vetë të gjithë infrastrukturën e qytetit, sepse këtu po bëhen keqpërdorimet më të mëdha aktualisht në komunën tonë. Kjo ndërmarrje do bëjë edhe planifikimin e qytetit, do përpiloj të gjitha planet urbane të qytetit tonë, do përpiloj edhe planin gjeneral së bashku me ekspert ndërkombëtar dhe të brendshëm, dhe sigurisht do ketë në menaxhimin dhe ndriçimin publik, i cili aktualisht është dhënë në një koncesion shumë problematik privat. Ne planifikojmë, domethënë, që të gjitha institucionet i transferojmë aktualisht ku është kazerma e qytetit, do bëhet parku i vetëm i qytetit me rreth 150.000 metra katror, që do jetë i parku më i bukur në qytetin e Tetovës. Faleminderit.